manipuluesve për shitjen dhe regjistrimin e automjeteve si dhe të subjekteve të kontrollimeve teknike do të ngushtohet mundësia e keqpërdorimeve. Kjo do të arrihet përmes ndryshimeve të reja ligjore pasi në kuvend në lexim të parë kaloi propozim ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për automjetet. Në Komisionin për Çështje Ekonomike, Punë e Politika Energjetike me propozim të një grupi deputetësh u diskutua pjesa e regjistrimit dhe kontrollit teknik të automjeteve. Ovие измени и допълнения ќе обезбедат ефикасен надзор од страна на надлежните институции да се спречат можни злоупотреби. Измените имаат позитивна насока, бидејќи овие измени и допълнувања ќе ги подобрат услугите за граѓаните, ќе ја поедностават постапката и зголемувањето и ќе ја зголемат истовремено одговорноста на субјектите кои учествуваат во процесот на регистрација на возилата. Овие измени и допълнувања нема да имаат дополнителни финансиски импликации на буџетот. Kryetari i këtij komisioni Bojan Stojanovski tha se sipas procedurës parlamentare ky propozim ligj do të shkojë edhe në lexim të dytë për debat eventual, pas së cilës do të dorëzohet për në seancë plenare. Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика заклучи дека предлогот на закон за изменување и дополнување на законот за возила е прифатлив и треба да се даде на натамошно читање. Ве молам да гласаме. Кој е за предложениот заклучок? 6. Дали има некој против? Нема. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека заклучокот е усвоен. Kujtojmë që televizioni 21 më herët ka raportuar për tregtarët e automjeteve dhe manipulimet që janë bërë nëpër procedurat e regjistrimit dhe kontrollimit teknik të automjeteve. Madje edhe shumë qytetarë ankohen edhe për mashtrimet me kilometrat e kthyera të veturave të përdorura që shiten nga individ dhe subjekte të vogla tregtare. Autoritetet si policia dhe dogana bëjnë thirrje që të denoncojnë çdo manipulim. Me ndryshimet e reja ligjore pritet të përforcohet bashkëpunimi ndërinstitucional që të evitohen këto keqpërdorime gjatë regjistrimit të automjeteve të vjetra dhe të kontrollimeve teknike.